Pra, rruga drejtush ishte shumë e errët dhe gati pak absurde. Nuk ishte shumë njerëz, qyteti ishte gati bosh. E thash, nuk ka moment më mirë për të ardhur drejt Bardhezisë. Dhe Bardhezia në vetë është shumë absurde si koncept. Kështu që keni titullin më të mirë për të filluar nga këtu. Pastaj ju më thoni. Kishte komplimenti më i paparë që na është bërë domethënë. Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo akuzë? Unë kam ardhur të akuzoj akuzën. Dakord jemi ne pranojmë akuzën po. Ishte vetëm mënyrë për të ardhur këtu, e para sepse unë urrej të akuzoj dhe të jem nga ana e atyre që akuzojnë. Mua më pëlqen të jem brenda të akuzuarit dhe të akuzoj vetë akuzuesin, se mendoj vetëm kështu mund ta marrë me përgjegjësi këtë emision. Po. Dhe s'po kuptojmë akuzën? Të akuzosh akuzën është një akt shumë vështirë dhe ekstrovers, e para sepse ai që akuzon akuzën i ka thyer muret e vet akuzës. Edhe akuza, kur akuzon, është një grup shumë manipuluese të thuash, unë akuzoj. Dhe mendoj që shumë njerëz abuzojnë me këtë formulë, është shumë kollaj të abuzosh. Por nuk është fare kollaj të jesh në anën që të akuzosh akuzën. Sepse kur akuzon akuzën, e para nuk është as pak e lehtë, sepse masa akuzuese zakonisht është një masë e cila nuk merr përgjegjësi akuzën. Pra unë kam një mendim tim personal që akuzuesit janë vërtet manipulator të rëndësishëm, të duheshëm të shoqërisë, pra duhen edhe këto. Por mendo një akuzues që abuzon mbi akuzën. Dhe ndaj akuza ka humbur vlerën e saj, sepse akuzuesit janë totalisht mediokër. Dhe ky mediokriteti nuk mund të jetë prezantuese e akuzës. Akuza ka një rëndësi të madhe intelektuale, por dhe përgjegjësi bërje. Nuk është bla, bla, bla. Okej, i ke ndjekur akuzuesit tanë? Më çoi Leonidi Salinqe, unë nuk kam filluar të i dorë nga televizioni me shumë respekt. Televizioni është një mënyrë fantastike për të shkuar tek njerëzit, por kam një përshtypje që ne kemi keqkuptuar televizionin. Dhe siç titulli juaj që mua më tërheq shumë, Bardhezi is beautiful. Dhe juve jeni të fundit dhe të mbeturit që ftoni të akuzuarit, por nuk keni bërë një llogari magnetike, e cila akuzuesit dhe mediokrit janë shumë të thithur njëri me tjetrin. Edhe kjo është një bisedë shumë antropologjike që duhet bëjmë më sonte. Kështu që ja, këtu jam, po. Si ti dallojmë ne këta, Klod? Ti nuk duhet fare ti dallosh ato, ti duhet ti përqafosh ata. Ne pa ata nuk rrim dot. Mendoj mos kishte bota abuzues si akuzues. Mendoj që janë pikërisht ata që neve na bëjnë të themi këtë që themi sonte. Nuk është e lehtë.